Shikues të nderuar, mi mbrëma, po fillojmë emisionin debatues TV Logu. Sonte do të diskutojmë për çështjet teatrore, apo më mirë të themi për teatrin me sfidave të lëshmërisë dhe sfidave artistike, për të diskutuar shumë aspekte të cilat e ndjekin punën e artistëve, të cilët një pjesë të tyre sot i kemi këtu së bashku. Fatmir Hysenin, përgjes të Teatrit Adriana të qytetit, Aben Marevcin, aktor dhe njëherë dramaturg, pastaj në gjatë gjoklin aktor, si edhe Besim Uxmailin, regjisor. Unë ju falenderoj të gjithëve që jeni së bashku këtu për të shkoqitur shumë aspekte që jeta teatrore e jonë po ballafaqohet pothuajse këtu e pas luftës që kemi hyrë në dekadën e dytë të problemeve. Mirë, po këtë ditë kemi pas rastin të shohim 3 premiera të teatrit tonë, që ka qenë kushtimisht them një produkt shumë i fuqishëm artistik, prandaj edhe na bëri bashkë këtu për të diskutuar këto aspekte, për arsye se s'ishte lehtë që një teatër i cili ende nuk është kompletuar të përmbyll 6 muaj në punës me 3 premiera. Zoti Hyseni, si vlerësoni këtë aspekt? Po, s'pari ju përshëndes për emisionin. Unë besoj që 3 muajt e parë të vitit ishin pas një shfaqje dhe me një moment u vendos që në bashkëpunim me Drejtorinë për Kulturë që fillohet puna e 2 shfaqjeve. Masandaj na lindi një ide një koproduksionit me një produksion në Klapat në Prishtinë dhe kështu u bën 3 premiera, mirë po ishte shumë punë e madhe për arsye të kushteve të infrastrukturës, ndoshta edhe të aktiviteteve tjera që mbahen në teatr dhe realisht me një koordinim të mirë me regjisorët edhe me trupa tjera na arritëm që t'i bëjmë 3 premiera brenda. Si ja dolet pikërisht këtu desha të ndalim, si ja dolet kur për shembull nuk i kemi për shkaqe të ndryshme që teatri ende nuk ka marrë formën e vet as në aspektin ligjor, domethënë nuk është kompletuar as si trup, as si një institucion në vetvete, si arritet që të kemi 3 muaj ditë pauzë, pastaj të kemi 3 shfaqje për një herë. A do të thotë kjo që është një çrregullim i ritmit edhe a reflektohet në punën edhe në lojat pastaj artistike? Është një çrregullim i ritmit për arsye se po të kishmi normal do të ishte premiera e parë do të ishte në shkurt, në fund shkurtit, edhe premiera tjera të na çdo muaj ose 3 premierat që do të ishin në 6 muajin e parë. Mirë po, prapë me punë, do të thotë ka pas rast kur për shembull Besimi ka bërë prova deri në 2 natës edhe kështu jemi koordinu. Është një nuk i zbe vlerat artistike për shumë arsye, ndoshta pengon në ritmin, kanë zgjatë shfaqjet pak më gjatë punës, për shembull ka pas rast deri në 3 muaj ditë shfaqja është bë, edhe mirë po, prapë shfaqjet dolën shumë të suksesshme, publiku i pranoi mirë. Problemet e teatrit janë shumë të mëdha që prej mas luftës dhe krejt janë arsyeja e mos zbatimit një ligji të teatrit, i cili nuk zbatohet në asnjë qendër të Kosovës përpas në Prishtinë. Të ndalemi pak nga këto aspektet ligjore, për arsye se edhe një herë pikërisht në këtë studio kemi ngritur këto çështje. Sikur kohëve të fundit kanë dalë disa modele të zgjidhjes së fateve të teatrove. Për shembull kemi rastin kur teatri kombëtar më në fund ja ka dalë të asigurojë një trup të përhershme. Pastaj kemi disa zgjidhje që kemi dëgjuar që Peja dhe Prizreni kanë bërë disa hapa, disa kapërcime të them kushtimisht kështu mes pushtetit lokale të qendrore dhe kanë gjetë një zgjidhje. Kurse teatri Gjilanit sigurisht në një bojkot apo në një vet bojkot, ndërkaq teatri ynë ku është? Realisht për zbatimin e ligjit do thotë që është stabil, teatri stabil, në bazë të ligjit është vetëm teatri kombëtar sepse ai ka zgjidhur aspektin ligjor, por edhe aspektin artistik ku në ligj parashit që ta ketë një trup prezidente, ta ketë kodin e vet buxhetor dhe teatri kombëtar në këtë vit Ministria e Kulturës për institucionet të cilat janë nën kompetencat e ministrisë i ka bën me kod buxhetor. Teatri në këtë vit edhe shpallë një konkurs për plotësimin e trupës rezidente dhe tash teatri kombëtar i ka gjitha kushtet sipas ligjit për teatr. Po, mund ndiqet ky model edhe nga teatri të qyteteve. Është e obligueshme sipas ligjit. Se ligji nuk ndryshon. Ligji i teatrit kombëtar vetë që numri i trupës rezidente është më i vogël. Për shembull, teatri kombëtar duhet të ketë 30, kurse teatri të qytetit 20 maksimumin, 10 deri 20 aktorë. Këtu ndryshon, kur çdo tjetër nuk ndryshon. Do thotë është model, po është edhe obligim. Nuk është veç model. Mirë, ta shohim kështu Arben, po më intereson mendimi juaj, a konsideroni që teatri i qytetit në një formë janë diskriminuar karshi teatrit kombëtar, por në esencë karshi vetvetes. Po bën faktikisht dekada dytë kur teatrat nuk e kanë një status të zgjedhur përfundimtar. Po
Fillimisht ju përshëndes edhe unë gjithëve. Ky si problem që e kemi ngritë dhe ne shpesh herë në për debatet ndryshme kur kemi pas për teatrën, për teatrot, gjithmonë është diskutu kjo. Sepse në vetvetiju pastaj shtohet pyetja, a zhvillohet kultura për teatri vetëm në Prishtinë, si kryeqytet apo në për qytetet tjera. Kjo është një ndër problemet që kemi diskutuar mes nesh kur ka qenë në për tavolina, në për mohabetet ndryshme. Por problemi qëndron sepse ne e dim se nuk është vetëm Prishtinë që bëhet teatri. Teatri bëhet edhe në qendra tjera në gjithë Kosovën. Por problemet janë sepse nuk e kanë edhe shfaqjet kur punohen në për qytetet tjera, në për teatrat tjera. Mund t'jenë, gjithmonë është relative kjo cilësia e shfaqjes, niveli e shfaqjes. Mirë po, shpesh herë ndodh që janë, jo, absolutisht, po sigurisht, pa dasht me nënshmu në asnjë mënyrë, mirë po shpesh herë ndodh në shohim shfaqje jashtëzakonisht dobta edhe teatrit kombëtar. Pa dasht me nënshmu punën e askujt. Ne po nisem prej këtu, prej Ferizajt, gjithmonë ka ndodhur që kemi pas shfaqje jashtëzakonisht mira. Mirë po që kanë kalu me një heshtje që nuk e ka pas pompozitetin sikur se e ketë një shfaqje mesatare që ndodhë në Prishtinë. Për arsye se është edhe koncentrimi i mediave atje më i madh, njëra ndër to që bëhet publicitet më i madh në shfaqjes atje, por është edhe tjetra sepse edhe përqendrimi për zhvillimin e teatrit kryesisht është i vendosur në Prishtinë. Ne këtu angazhohemi, mundohemi pa u ndal asnjëherë, mirë po sikur nuk e ka efektin dhe sikur e ngulfat diçka. Një punë të përkohshme. Po, ka marrë mendimin e Nexhatit, po më intereson këtu. Nexhat po i afrohet gati dekada 5 të punës tonë në teatr. E 4. E 4 të veç po. Ende jo. Ende jo. Atëherë Nexhat një jetë e kaluar në teatr, mjaft e gjatë, por vazhdimisht pa një status të rregulluar të aktorit. A lën kjo një gjurmë në punën e aktorit? A krijon një pasiguri edhe në identifikimin me jetën artistike? Gjithsesi që gjurmët janë të pashmangshme në këtë aspekt. Nisur nga fakti që thotë edhe ju janë rreth 40 dekada në këtë skenë, jo vetëm në këtë skenë. Në fakt krijon shumë pasiguri, por kur merret dhe analizohet pak më ndryshe dhe kthehemi me një retrospektiv, atëherë shohim se megjithatë duhet shpresuar se po vinë ditë më të mira, mirë po nisur nga kjo që thënë Fatmirja dhe Beni, vërtet ne shohim vetëm, atëherë duhet shohim vetëm zi. Por kur i shikojmë disa shfaqje këtu, kur i shikojmë gjitha fotografi të bukur në premierë spaku në oborrin e këtij teatri, atëherë sikur kthehet shpresa e ditëve më të mira. Megjithëse është shumë e vështirë sepse gjithmonë kur bëhet fjalë për nisjen e një projekti të caktuar, nisjen e një shfaqje, aktorët gjithmonë ndjehen pasigurt për statusin e tyre që thotë në fillim. Domethënë janë gjëra që sinqerisht dhe seriozisht pengojnë procesin e kësaj pune, do të thoja shumë fisnike për shoqëri. Nëse jeni prej brezit më të ri, në sens që vini me një skemë paksa të njohur ose të ngurtësuar ndër vite. Si një gjetë ju si regjisori dhe çfarë pengesa ka ndalë përpara kur keni pasë se nuk është një orar i repertuareve, nuk është një trupe përhershme, nuk është një institucion e vetë i cili e din çka bën, por më shumë projektet vinë që themi ad hoc apo aty për aty. Tash vullneti i secilit artist për me vënë diçka në skenë është për te i këtyne pengesave gjithmonë. Dhe mos ishte kjo na sigurisht kishim udhëzuar në proces. Kjo buron nga vetë natyra e artit dhe artistit po. Mendoj që edhe pse ka qenë paksa e ngjeshur, domethënë puna me 3 shfaqje paralelisht, pengesat e kësaj natyre të asaj çështjes që ka qenë 3 shfaqje tu përgatit njëkohësisht nuk ka qenë problemi më i madh. Problemi më i madh është ajo që pak a shumë u cek mos ekzistimi i një trupe rezidente në qytetin tonë, e cila është diçka që duhet të ndodhë urgjentisht, për shkak se ky diskriminim prej teatrit kombëtar në teatrin Adriana në teatrat tjera të qyteteve është një diskriminim para se gjithash njerëzor, civil, dhe nëse nuk diskriminohen këto artistat, diskriminohet shikueshmënia
diskriminojnë qytetarët e secili qytet përveç qytetit dhe vetarti sigurisht. Me qenë se nuk ka ndonjë mas caktuar që një shikueshmëri ose një qytetar që është dashamiri i teatrit meriton shfaqje më pak ose më shumë se një tjetër që jeton në Prishtinë apo në Ferizaj. Dhe rrjedhimisht konsideroj që me vitet tona, me ligjin për teatro i cili nuk aplikohet, por sikur të apliku ka shumë mangësi të mëdha. Mendoj që me një farforme qëllimshëm është bën një dështim, kushtimisht po them një dështim ose një tendencë për të dështuar gjitha teatrat tjera, qyteteve me përjashtim të teatrit kombëtar në aspektin e organizimit. Është një çështje centraliste në kulturë? Është centraliste, është një çështje e cila sigurisht që në ato ligje teatro kanë punu njerëz provincial, dhe me atë idenë provinciale kanë koncentru domethënë teatrin dhe investimet teatrore në kryeqytet. Kjo është një padrejtë e madhe, me qenë se shkelet me farforme secili teatr dashës në qytete tjera, po flas konkretisht për shikuesin para se gjithash, po sigurisht edhe niveli i kreativ dhe i punës shfaqjeve në secilin teatr. Dhe pak a shumë kjo reflekton në punën e secilit regjisor, mos ekzistimi i një trupe rezidente, një stafi teknik i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm për punën dhe mbarvajtjen e provas dhe e shfaqjes në përgjithësi. Mendoj që këto kanë qenë disa prej problemeve, mirë po përmenda në fillim që në fund kur jepet premiera këto mesin dorës 2 dhe aja që mbeti janë kujtimet e mira. Po, edhe dorë trokitje. Po, megjithatë Fatmir, çështja që nuk është vendosur binar të vetë punë e teatrit, shpesh ka lënë derën e hapur edhe për politizim të teatrit. Pavarësisht prej ndrimit të pushteteve, pavarësisht prej bindjeve apo koncepteve të tyre për teatrin dhe kulturën, është në bindje sikur regjisorët apo aktorët duhet vazhdimisht të jenë afër pushtetit dhe të konkurrojnë me projekte, a ka prek dinjitetin e Po realisht në këtë Kosovën e ka prek dignitetin, sepse në themi që artistët nuk duhet të politizohen ose tjetër, mirë po shumica janë të politizuar, dhe unë mendoj që apo s'ka politika ka dash tjetër afër tyre. Politika ka dash, sepse vazhdimisht prej antikës e në ketën dihet që politika me artët, sidomos raport i përhershëm. Mirë po, unë po e them këtë se për të ndërtuar një institucion të pavarur, ai ligj edhe mua nuk më pëlqen shumë. Mirë po prapë se prapë është një kornizë e cila mund të filloj të pavarësoj atë institucion. Po të pavarësohet institucioni i teatrit ta ketë buxhetin e vet, sikur parashihet sipas ligjit me një kod buxhetor, atëherë është një këshill artistik me një drejtor artistik dhe me një drejtor përgjithshëm, cilët masandej e fuqizojnë punën, dhe unë besoj që atëherë ti do ta dish se kur do të mbahet premiera e një shfaqje në tetor ose nëntor, qysh në janar. Është e programuar dhe atëherë edhe publiku edhe shikuesi nuk është i diskriminuar për arsye se e di se çka komendot për një vit në teatrin e Ferizajt. Edhe unë e di që ka pas insistime dhe vullnete për zgjidhjen e problemit të teatrove qyteteve. Mirë po, si teatri Peje, si teatri Prezent që përmendëm, pat janë zgjidhje të përkohshme sepse ato nuk kanë buxhetin. Ata kanë ndërhyrë në formë të subvencione. Subvencione paguën rroga dhe mëditje. Do thotë është një që shpequjnë auditimi i keq menaxhim, mirë po vullneti i politikës atyve qyteteve ka këshirë që ta bëjnë një zgjidhje të përkohshme sepse nuk është problemi veç në komuna, po është problemi edhe në Ministrinë e Ekonomisë. Të zbatuar edhe tek ne në këtë formë? A është menduar? Po, unë nuk jam për atë zgjidhje, për arsye sepse mund të vijë deri te një sikur që erdh Gjilani, se Gjilani ka pas një kohë ashtu me subvencione dhe 6 muaj ditë s'kanë marrë aktor të rroga, sepse subvencioni në moment të fundit mund më caktu për kahje tjetër të shpenzimeve dhe ata aktorët mbesin pa rroga. Dhe ajo tani është një refuzim edhe më i madh sikur që po bëjnë artistat e Gjilanit. Më mirë është zgjidhet, më mirë është punohet me projekte sikur që punojmë na ad hoc që çojmë projekte, sesa ta kemi me subvencione. Formosin një njësi buxhetore. Po, njësi buxhetore patjetër duhet të jetë sepse atëra aktorët e dinë veten rahat dhe e dinë që kanë një vend. Do të bëjnë një krahasim që mbasi ngjatet mund të mos i pëlqen. Ne kemi plot akuza ndaj pushtetit lokal që ndërmarrjet publike i ka shndruar në kompani pak a shumë për të plotësuar punësimet ad hoc, punësimet partijake, por një gjë e tillë s'kan gjë në teatr, s'kan punësuar kërken për shembull. A ka mund spaku një formë të tillë keq përdrimit të bëhet në teatr dhe a kishim planuar ne po mendoj komuniteti artistëve pak në këtë formë. Domthonë pushteti me pas gjetë forma edhe mi punësu për një kohë edhe aktorët e regjisorët në teatr.
Një paralele artificiale pak sa, po përdu për të hapur debatin. E qartë. Ne, komuniteti artistëve, në fakt, Besimi, Fatmiri, Beni, shumë tjerë, shpesh duke pirë kafe i diskutojmë të gjona. Dhe më thënë ka pas edhe propozime konkrete nga ana jonë. Dhe më thënë se si mund funksionoj një vit kalendarik në teatr. Absolutisht ka pas me shkrim propozime të ndryshme. Nuk e di, nuk do të quj si heqe do, ndoshta e pushtetit nga ato propozime, po unë do të doja t'jem më konstruktiv dhe të them se ndoshta ka qenë keq kuptim, ndoshta jemi keq kuptuar, do të thënë më zbuti, do më thënë. Sepse kanë qenë plane, e din edhe drejtori teatrit, Fatmiri, do më thënë që ka pas projekte konkrete. Gjeni jo një mënyrë, le ta gjeni një mënyrë, qoftë nga donatorët, qoftë nga ndërmarrjet e ndryshme, bizneset e ndryshme. Unë besoj që me qenë një teatr i mirë në Ferizaj, nuk duhet shumë mund dhe nuk duhet shumë para. I lutem, me sa kam lezuar të ditë në media, shfaqja e fundit në teatrin kombëtar në Prishtinë ka kushtuar diku rreth 70.000 euro. I lutem, kjo shfaqjet tona bën me 10.000, me 12.000, 15.000, edhe me 7.000. 15.000 nuk e di, nuk e maj mend që ka shku ndonjë projekt këtu në Ferizaj, sepse projekte kemi udhëheqë edhe unë, edhe Besimi, edhe Beni, edhe gjithë ne. Dhe më thënë në formë të produksionit. Absolutisht, propozimet kanë qenë nga komuniteti artistëve. Por, a jemi keq kuptuar, apo nuk jemi përfillur fare në këtë aspekt, unë nuk e di. Do doja t'ishte që ne jemi keq kuptuar, që ka ndodhur një keq kuptim. Lirisht, absolutisht. Të shuma të buxhetet e shfaqjeve, projekteve të ndryshme që realizohen. Ne nga njëherë dhe ngelemi sikur pa punë, kushtimisht me qujtë kështon thojza pa punë, pa shfaqje, pa projekte që realizohen në teatr, si shëndodhe tash 3 muajt e parë të vitit. Kjo tash kur krahason të 60.000 euro, 70.000 euro kushton një shfaqje në teatr kombëtar. Ne realizohen projekte 70.000 euro, aq ka qenë kapacitetet, do të thotë mundësia. Do më raporti është një 10 për shumë. Pavarësisht. Mirë po tash problemi ndodh sepse ne sikur është ajo dëshira e madhe që na tërheq për me punu pavarësisht çmimit. Sepse ne si krijues të paktën problemet elementare do të kishim të zgjidhura, jo të merrem edhe me artin edhe me ekzistencën, me dyjat njëkohësisht. Kjo është një prej problemeve, se e di mirë çfarë shfaqje bëhen me 5.000 euro, me 7.000 euro, me 8.000 euro. Teatri është i shtrejt. Mirë po, tash mbasi që thot Nexhati edhe është keq kuptuar teatri, se teatri nuk është një fabrikë që gjeneron të hyra, mirë po thjesht pa teatr edhe nuk mundet me ekzistu edhe si kam, sepse është edhe ushqim për shpirtin, për kulturën përgjithësi. Jo rastisht thuhet se teatri është pasqyrë në qyteti, ku njerëzit që vinë ata fillimisht pyesin ku e ke teatrin, ku e ke muzeun, ku është biblioteka, askush nuk pyet për ndërtimet larta, askush nuk pyet për asfaltin, për kanalizimin, megjithëse edhe këto janë domosdoshme. Mirë po, gjithmonë do të paktën 1% të atyre investimeve të mëdha që bëhen në fusha tjera, 1% e vogël e tyne e sistemon e rregullon teatrin për gjithmonë. Tash është edhe më shme edhe tjetra, se ne jemi edhe që kemi bërë shkollë për këtë punë edhe që nuk si jemi ndas një herë kësaj pune me vitet tona, Nexhati ka parafërsisht 4 dekada. Kanë mbijetuar shumë faza. Po sigurisht, edhe unë kam këtë punë 20 sa vite, Fatmiri gjithashtu Besimi. Po tash sistemit paralel. Tash jam, po sigurisht, mirë po tash lind pyetja, se sistemi paralel ka qenë edhe për fusha tjera, jo vetëm për teatrin. Edhe lufta ka qenë edhe për fusha tjera, jo vetëm për teatrin. Mirë po teatri është ai që ka ngel kërkun për momentin. Sidomos tani pas luftës. Po pas luftës, sidomos tani. Po tash lind pyetja. Nexhati si artist, si aktor, Beni, Besimi, çka punojnë për me gjallë, për me ekzistu? Nexhati punon një punë krejt tjetër, Besimi merret me diçka tjetër, Beni me diçka tjetër, Fatmiri fatmirësisht është me ka një pozitë, një vend pune. Që realisht kjo ta dëmton reflektohet edhe në punën, pastaj në punën profesionale, në rrethana normale do të duhej. Dije kalendari vjetor. Pilota është kputja. Në janar 31 dhjetor çka ka në teatr. Në rrethana normale, me një vend normal, me një teatr normal. Jo të na vinë 3 projekte, 4 projekte, 5 projekte ad hoc, edhe me fillu veç sa për me punu diçka. Sepse nuk besoj që i bëjmë njerë edhe punës tonë edhe teatrit.
se kur fillojmë ad hoc, pa studiu mirë veprat me cilat kemi me punu, atëherë sfidat i kemi shumë më të mëdha. Edhe rezultatet sigurisht që nuk janë ato tani që i presim. Prandaj duhet një studim më i mirë, më i thellë të bëhet kësaj çështje, që një herë e mirë të stabilizohet me trupën rezident të teatrit, të formohet, të bëhet tamam teatr si i ka hije. Besim Arbenin ngritje po ordër po. Sepse teatri përgjithësi zbehet nështë puna në aspektin e voluminaz, do të thotë sepse në aspektin e vlerës, unë nuk besoj që ana ligjore rregullon atë çështje. Po kuptoj çështjen e shkputjes dhe mos identifikimit të vazhdueshëm me rolin e artistit. Normal. Ajo detyrimi që të kryejmë punë të tjera. Jo si shfaqje për arsye se jashtë natyrës së vet. Këtu është problemi. Jemi e dimi na jetojmë në Kosovë dhe e dimi shfaqjet e teatrave të tjera dhe ku teatri Ferizajti mjaft konkurrues është me vlerat e teatrave të tjera edhe pse këto kushte, thash, është një sakrificë këtyre artistave të Ferizajtit, të cilët punojnë edhe në projekte shumë më të vogla me buxhet shumë më të vogël. Po gjithmonë është subjektiv arti, domethënë nuk është kusht që patjetër të jetë buxheti i madh që të jetë një shfaqje e suksesshme. Dhe këtu shpesh herë pse ndodh kjo? Ndodh kjo sepse tash projektet ku dorëzohen në komunë ose që bashkëpunim edhe unë disa projekte edhe i di, ka regjisor që kanë përfunduar ose që janë regjisorë më të hershëm dorëzojnë projekte i cili ndoshta me është 5.000 euro, 6.000 euro, kurse unë e dorëzoj projekt 22.000 deri në 30.000 euro. Edhe normal që politika nuk i shen kuptimin e vlerës ose kuptimin e shifrës. Edhe shifrës edhe në këtë kuptim shpesh herë na thuhet se pse dallojnë shumë këto projekte me këtë projekt që edhe kjo të ka një shfaqje dhe kjo një shfaqje. Dhe këtu mund më has keq kuptimi, edhe për këtë i vyn që teatri ta ketë këshillin artistik sipas ligjit, edhe ai këshilli artistik e din se cila vepër dhe çfarë drame ka publiku jonë dhe çfarë kërkesa ka publiku jonë në raport me teatrin. Po, se këto shpesh nëse lëshomi pak edhe në politikën e kulturës, shpesh është thënë se me ndrimin e pushteteve janë ndruar edhe regjisorët apo janë ndruar edhe dramat. Kjo mbase na sjell prapë raporti mes teatrit dhe politikës, po besim ndoshta të dëlidhen bën ngritë disa çështje të degradimit të punës apo të teatrit në sy të publikut, shpesh edhe për shkak që publiku ndoshta nuk i din gjithë rrethana të cilat punojnë artistët. Sa është kjo e vërtetë për shkakun që këto mosgjidhje këtyre problemeve reflektohet drejt për drejt në cilësinë e shfaqjeve? Po mendoj që këto gjëra janë të lidhura dhe normalisht që reflektojnë edhe në cilësinë e shfaqjeve. Mi nëse flasim për teatrin Adriana së fundmi, po edhe më herët sigurisht. Ndoshta nuk është e tepërt me thënie, po teatri Adriana nuk po duhet me lanë fajtor që është në buxhetit, duke mos e përmend fare atë, mendoj që i konkuron jashtëzakonisht teatrave tjera në nivelin që po punojmë. Me raste, jo gjithherë normalisht, po me raste i konkuron shumë seriozisht. Dhe mendoj që notë mirë ka marrë shpesh herë shfaqjet e Ferizajt karshi shfaqjeve tjera dhe karshi shfaqjeve të cilat kanë pasur edhe buxhete të larta çuçi i përmendëm më herët. Mi po mendoj që refleksionet e problemeve tona karshi subvencioneve ose karshi politikës janë një refleksion kundrejt publikut, mi po nuk mendoj që ka të bëjë kjo me kualitetin, ka të bëjë me sene tjera, domethënë organizative, logjistike, të cilat publiku nuk dëshiron mi ditë, ndoshta as përmes televizionit nuk e intereson mi ditë. Ai dhe me pas shfaqje nuk merret me to. Mirë që kur jemi te aspekti rritjes së kualitetit, kushtimisht them kuadrove, në gjatë si aktor më vjetë më intereson si e shef, në gjatë tash kem disa regjisor profesionist, po ka filluar të vijë edhe klasa e aktorëve profesionistë, të cilët kanë mbaruar, po pse jo edhe dramaturgë. Domthonë ne kemi një komunitet të qëndrueshëm që të krijojmë vlera. Gjithsesi unë mendoj që spaku janë hapat e parë, është baza shumë e mirë për të qenë komuniteti i qëndrueshëm. Si statë edhe ju, domethënë kemi regjisor profesionist, kemi aktorë që përshkollohen, kemi aktorë që kanë mbaruar. Në bazë disa venerimeve të mia në rajonin e Ferizajt janë spaku një 25-30 afërsisht aktorë nga cilët pritet. Unë mendoj që kjo puna e ligjit për teatr. Unë mendoj që artisti, komuniteti artistik, spaku edhe udhëheqja nuk duhet të fshehemi pas këtij ligji, do të themi se ligji edhe, mbaroi puna. Jo.
Nëse ka projekte ad hoc, si që thot ju, nëse punojmë me projekte ad hoc, pse mos të bëjmë edhe një këshill artistik ad hoc? Dhe të zgjidhe problemet. Nuk duhet të fshihemi ne pas një probleme që quhet ligji për teatrin, ndërkaq ne të futemi në letargji dhe në gjumë të thellë, edhe të futemi gjëra në skenë, pa vlera ndoshta, me vlera shumë mesatare, jo shumë të mira etj. Pse mos formohet edhe ai këshill ad hoc artistik, ose po kemi dëshirë ta quajmë ashtu. Do të thënë janë gjëra që ndikojnë jashtë mase në ngritjen e cilësisë. Pastaj ngritja e cilësisë bëhet edhe me bashkëpunime të ndryshme. Do të thonë me skene të ndryshme, me teatro të tjera. Pastaj një komponent tepër i rëndësishëm, ne jemi këtu me një medium në televizionin tema në Ferizaj. Bashkëpunimi me media është jashtëzakonisht i rëndësishëm në këtë aspekt, në ngritjen e vlerës teatrore, jo vetëm në Ferizaj, por gjithkund. Edhe me publikin fandas, po edhe me... Absolutisht, në dy premierët e fundit që i patëm tash, ne nga brenda shihni një fotografi jashtëzakonisht të bukur në obor, nuk po flas për sallë, sepse këtu në Ferizaj unë gjithmonë parapëlqej të them se nuk e kemi hallin e publikut shumë. Duhet pak më shumë reklamë dhe propagandë dhe gjithçka është në rregull. Në këtë kuptim mediat duhet ta ndihmonin më shumë. Ju jeni kaq afër me teatrin, keni mujt një kamerë me qit në balkon edhe me marr gjithë ato pamje të bukur pa koment. Pa koment, nuk i kushton kur gjë. Vetëm pamja e oborit të teatrit para premierës, gjithaj nam mileti aty, do të shkonin pas një shpenzim në të syri. Ne jemi kujdes të kemi historit të veçanta. Nuk di sa ja kemi arritur, e mbetet gjithashtu edhe puna joni në shtrohet një vlerësimi, jemi gjatë plotësisht me kërkuar më shumë, edhe do të ishte më mirë. Një çështje tjetër është se çështja e koproduksioneve është një çështje që në këtë botën shfrytëzohet si një rritje kapaciteteve të ndërsjellta, jo vetëm një kaje, po ne kemi pas disa përvoje, kemi pas përvojën me Teatrin e Elbasanit, kurse kohëve të fundit shfaqja parë Karamel ishte me shtëpinë siç ka thënë zoti Huseni Klapa. Keni plane ta zhvilloni këtë bashkëpunim? Po shumë interesant kjo, sepse i vetmi gati prej teatrove qyteteve jemi na që bëjmë koproduksione. Është shumë mirë sepse edhe për nga ana aspekti. Kjo është një vlerë plus, mendoni? Plus, besoj që po kryesisht unë them prapë sepse arti është shumë subjektiv, ti insiston ta bësh çfarë më të mirë, po në fund mund mos ketë sukses. Mirë, po sjell risi për të komunikimit, sepse fundit arti është një komunikim. Nga do njëherë flasin e simbolikat, për shembull me Teatrin e Elbasanit, me Teatrin e Elbasanit ishte simbolikës një bashkëpunim shumë dinjitos. Sepse vazhdimisht fillon që institucionet qendrore të bashkëpunojnë, Teatri Kombëtar me Teatrin Kombëtar të Kosovës, dhe na ta sprovojmë vetveten me një teatr të qytetit sikur është Skampa, dhe tash kemi pas tash me një produksion sikur është Klapa, dhe mendoj që edhe në të ardhmen duhet kemi bashkëpunim me teatrët sikur është Teatri i Tetovës, i Shkupit, janë shumë afër dhe mujmë me bën një koproduksion shumë të mirë dhe duke ditur Teatri i Shkupit të qëndron mjaft mirë edhe si tru prezident edhe si vlerë artistike, është shumë mirë që ta kemi një bashkëpunim edhe me Teatrin e Shkupit. Mirë, po këto krejt varësisht varen për iniciativave tona dhe të artistëve të Shkupit ose prej koproduksion. Mirë, po kryesisht sjell vlerë, sjell bashkëpunim, sjell provoja tjera. Dhe ajo janë shumë e mirë. Unë besoj që në të ardhmen do të kemi parasysh që vazhdimisht kemi edhe për çështje buxhetore është më lehtë, sepse tërhiqen buxhete prej dy komunave. Besim shumë shkurtimisht pasi në farë forme jemi në mes regjisë të filmit dhe regjisë të teatrit. Shpeshherë thuhet që koha e teatrit ka ikur. Kurse ju si regjisor i filmit pikërisht pikëthejnë i teatrit. Mandej keni pasur disa udhëtime dhe përfaqësime edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A mundem na bëni krahasim, sa është e vërtetë kjo? Apo teatri është klasika që nuk zhdukut kur? Jo, mendoj që teatri ka hapësinën e vet. Dhe sado që diskutohet për te, mendoj që është pafundësisht ka me jetu dhe ka me rezistu kësaj tendence. Me ardhin e filmit është konsideruar që teatri ka vdekur, mirë, po në fakt dietarët mëdhaj teatrit kanë konsideruar që në atë moment vetëm është liruar teatri, ju ka kthy identitetit vet. Dhe një medium siç është film nuk ka arritur ta rrezikojë teatrin dhe kjo ka qenë vula përfundimtare që teatri do të ekzistojë për shumë vite. Kështu që her pas here i kthehem teatrit me shumë kënaqësi dhe teatri përveç që të jep kënaqësinë e punës si teatër është tetë inspirues për mua dhe për film, veçanërisht në fushën e shkrimit. Dhe mendoj që kthimi i teatrit ka të bëjë me dashninë time të jashtëzakonshme për teatrin
e cila fare nuk i rrën larg dashurisë time për filmin. Kështu që rrjedhimisht puna në teatr më ofron një kënaqësi të jashtëzakonshme dhe do të vazhdoj mendoj. Në Amerikë patë raste të merresh për Amerikë edhe nga fusha e teatrit apo vetëm e filmit? Ka qenë vetëm e filmit, ka qenë një program alla Amerikë, kështu tejet i ngarkum, kështu që nuk kam pas mundësi kom vizitu disa teatro atje. Gjithashtu dhe filmi është mbanë në një prej teatrove më të rëndësishme në botë, gjithsesi teatri me respektin më të madh në botë, është fjala për Chinese Theater, i cili teatr është teatri ku artistët e mëdhaj vendosin dorën mbi beton dhe i lënë gjungët e tyre të përjetshme në atë hapësirë. Mendoj që ky teatr ka qenë një shembull me cilin ti mundesh me bëni farë lloj krahasimi dhe ky krahasim me një formë shumë i dhimbshëm krahas punës dhe përpjekjeve tona në Kosovë. Këto 3 premiera vinë pikërisht në fazën kur fillojnë pushimet verore. Po mirë pas pushimeve verore nuk kemi shumë kohë dhe na pret Festivali i teatrove, i cili si vjetë ka një jubilee të vetin, për arsye se është i 45 në radhë. Kemi filluar të mendojmë? Absolutisht, si të përfundon festivali, fillojmë me mendu për festivalin tjetër, me mendu... Këto 3 premiera ishin në funksion të festivalit, apo? Jo, nuk besoj që ka qenë qëllim, që ka pas qëllim vetëm të aktivizohet sa më shumë, që besoj që edhe në pjesën e dytë, në 6 muajshin e dytë kemi spaku 2 premiera dhe 1 për fëmijë. Besoj që Beni vetëm do të filloj të punoj për shfaqjen për fëmijë. Mirë po, festivali është institucion vetë dhe unë kam thënë gjithmonë që festivali duhet ndahet të ketë një prapse edhe ta ketë festivali do. Po absolutisht ta ketë sa është institucion vetë dhe gjatë tërë vitit ketë aktivitet në lidhje me festivalin, sepse festivalin mbahet vetëm 7 ditë, mirë po realisht jehona ati duhet jetë tërë vitin me projektet cilat janë bëhen, me punëtorit cilat bëhen, mund punon edhe punime shkencore gjatë për festivalin, dhe na këto aspekte i ngushtojme për arsye të ndryshme, mirë po festivali i Ferizajt mund të krenohet vetëm për një çështje që sjell risi, po sjell edhe vlera shumë të mira teatrale, po publiku është ajo që jep vullën këtij festivali, është një publik i jashtëzakonshëm, edhe besoj që në këtë vit është edhe jubileu dhe me ndihmën e gjithë komunitetit të artistëve të Ferizajt do ta sigurisht. Në gjatë je pak a shumë pjesëmarrës i gjitha festivaleve. Kemi bini ndonjëherë që janë kriju disa stereotipe brenda vetë festivalit. A mendoni se do të ndryshohet diçka esencialisht? Mendoj që stereotipet kanë qenë pashmangshme, bashkë me mu edhe ti ke përcjell këto festivalin shumë të herave, domethënë shumë nga këto festivale. Përmendni Fatmirën, na gjithmonë ton vitin mendojmë komuniteti artistëve se duhet bërë kjo punëtori, duhet bërë kjo ligjërat, duhet bërë kjo temë të debatohet, debate të ndryshme. Mirë, po asnjëherë nuk e kemi arrit spaku një 30% të asaj që është biseduar ta zbatojmë në gjatë festivalit. Apo ta zbatojmë me kohë? Ta zbatojmë spaku me kohë, po si thoni ju. Do me thënë, jo ne duhet krenohemi me festivalin e teatrove të Ferizajt, mirë po mendoj që rajoni duhet krenohet me këtë festival që është më i moshëm në rajon. Tashmë ka marrë qytetin si festival. Absolutisht, është festivali më i moshëm, por edhe më që po sjell vlera teatrore. Domethënë 3-4 vitet e fundit ka pas shfaqje jashtëzakonisht të bukura, jashtëzakonisht të mira, ka pas lojë skenike jashtëzakonisht për respekt. Domethënë ne jemi ata. Ferizaj, kushtimisht them. Ferizaj është ai i cili duhet ta mbaj gjallë këtë festival. Ndoshta duhet një angazhim më i madh edhe gjitha format për me gjetë mjete për të arritur, për të zmadhuar këtë festival. Ben, kohët fundit i marrë më tepër me studimin e dramaturgjisë, por në anën tjetër, pikërisht në këtë kohë, në opinion ka shumë përplasje rreth asaj se sa është nevojë që teatri të jetë kombëtar, nacional, sa të realizohen dramaturgjisë të huaj. Po, të dramaturgjisë huaj. E keni një mendim? Kjo gjithmonë. Edhe teatri ka kaluar nëpër këtë sfidë. Po, sigurisht, gjithmonë edhe ne kemi pas edhe vetë si teatri jonë që kemi marrë edhe me vepra të autorëve të huaj, të autorëve tonë. Po, kjo është gjithmonë e diskutueshme. Duket pak një qasje lokaliste, por në sens bart pak edhe... Jo, nuk është qasje lokaliste, kjo është qasje gjithandaj, sepse me të njëjtin problem përballët edhe teatri kombëtar edhe jonë
edhe në Prishtinë edhe në Tiranë, gjithandaj për babën. Mirë po, te ne nuk mendoj se është ai problem, sepse këtë vit për këtyne 3 premierave që kishim, 2 autor janë autor tanë. Do me thonë 2 drama janë autor Fatmiri që ka punu, teksti i Bardhit, edhe ai Karameli, po është teksti i tij. Po Besimi ka punu Çehovin, do me thonë, megjithatë raporti është 2 me ne për autor tanë. Edhe unë konsideroj se është e mirë kjo, për arsye sepse edhe promovohen autorët tanë, dramaturgët tanë, promovohen më tepër, që edhe ne kem nevojë shumë si teatr për dramaturgët tanë, për dramën tonë, dramën shqipe, edhe gjithmonë vret që është një frymë më ndryshe se sa prej autorëve tjerë. Po këto është lind probleme tjetër, sepse nuk po mund të arrijmë nivelin e autorëve botror që i inskenojmë jo rrallë në për teatrët tona. është një prej problemeve, do me thonë se me gjithat po ngelime ne mrena kësaj hapësirës tonë, ku kemi ngele dhe sot ku jemi. Do me thonë që nuk është si problem kjo që duhet merre me shumë me këtë problem, sepse autorët tonë kanë mjaft hapësirë. Me gjithat ka mjaft hapësirë. Jo vetëm tot në Ferizaj, po edhe në teatrët tjera, gjithmonë kohëve të fundit shohim një qasje ndryshe ndaj autorëve tonë. Shohim gjithmonë që shfaqet kur realizohen, shpeshherë dëgjohen emra 3 dramaturgjisë tonë, që vazhdimisht shkruajnë edhe inskenohen në skenat ndryshme. Do me thonë, nuk është një problem prej atyne që duhet ta trajtojmë shumë. Po, mirë besim, këtë aspekt më interesan raporti i dramës me publikun. Shpeshherë thuhet që ndonjëherë tekstet e dramave të autorëve të huaj nuk korrespondon me momentin, me realitetin, me qasjen. Ju në këtë rast të morët 3 drama në action, sa di unë të Çehovit dhe bëhet një dramë. E ke pas parasysh këtë kriter që ajo të komunikojë sa më shumë me realitetin tonë? Është drama Çehovit edhe autorët më janë as përbashkë me sa që komunikojnë me krejt. Në të kontratën nuk kishim me qenë kaq të mëdha. Pavarësisht prej faktorit kohë, komunikimi shumë i drejt për drejt i dramave tyre, kështu në aspektin e komunikimit me kulte, me kulturat ndryshme, me raporte ndryshme, çështje intimiteti, dhe ky komunikim mjaft i thellë i autorëve të mëdhaj me secilin, pothuajse me secilin kulturë, me secilin këmbë, mendoj që i ka bota as të mëdha që janë, kështu që është atë çështje regjisoriale se sa rrin me shkput ekstraktin që ty takon si shqiptar ta zëm. Nëse gjatë punës time me dramat e Çehovit, mendoj që koha prej 3 muaje, prafërsisht sa kom punuar në tekst dhe në shfaqje, mendoj që rrjedhimisht refleksioni im si shqiptar krahas asaj drame dhe thellësia që ti merresh vazhdimisht me te, gradualisht fillon dhe shkput ekstraktin i cili është i lidhur drejt për drejt me kultin, me popullin, me njerëzit e tu, me farforme. Dhe këtë tendencë kom pas unë, do të thonë që vazhdimisht me provu me nxjerr ato, e cila është në secilën dramë dhe veçanërisht në dramat më mëdha siç është Çehovi, dhe mendoj që në aspektin e shikueshmërisë kjo nuk është diskutuar, nuk ka pas diçka që shfaqja thot edhe nuk përkon me realitetin tonë, meqense martesat e tilla me ndërmjetësues, çështjet e pronës, qasja ndaj pronës dhe interesit kështu meskin është pjesë e përditshmërisë tonë shqiptare, ekzistuese. Dhe mendoj që në këtë nivel ka komunikuar mjaft mirë, ndërsa sa i përket dramaturgjisë shqiptare, unë po flas në emër timin dhe në emër të shumë kolegëve të mi që interesi jonë është shumë i madh me punu dramë kombëtare dhe nuk ka regjisor në botë që i thot vetës regjisor që i shmanget dhe që nuk e ka dëshirë. Problemi është e kualiteti, dhe me thonë nëse shkruhet mirë është e pa evitueshme. Do të me kanë jashtëzakonisht kryenet, jashtëzakonisht regjisor i keq që me debuni dramë të mirë e cila ofrohet aq më shumë kur premisat dhe çefi është me punu dramë shqiptare. Mi po mendoj që edhe dramaturgjia shqiptare ka një tendencë të vazhdueshme për me qenë më e mirë. Mi po mendoj që kanë mbetë brenda margjineve që është kushtimisht burimi i Fakultetit të Arteve dhe i kësaj katedre, e cila do me thonë me një farforme nuk kam rri me nxjerr as skenarist, as regjisor, as dramaturg të mirë, dhe vetëm me faktin që kur jemi te filmat më suksesshëm pothuajse kanë qenë filma që janë shkruar nga vetë regjisorët dhe drama shqipe, me keqare duhet ta them, kisha pas shef me qenë me një gjendje tjetër, mi po
nuk është në gjendjen cilën kishim pas qef me pa. Mi po nuk është kjo në turp i madh, me qenë se të shkruash është puna më e vështirë në botë dhe nuk është marrë workshopet si pjesë përbërëse e festivalit, a do të ndihmoshin ato drejt për drejt spakun e afrimimin e rolit skenaristit? Po? Vetëm aty unë mendova për dramaturgjinë dhe për besimi unë dalë në dramaturgjinë shqiptare tash për momentin dhe dramaturgjinë dëvëtore. Po, arti është një rikrijimi një realiteti, një abstraksioni i cili është e konkretizon. Regjisori është autori i asaj shfaqje. Do të thotë shpesh herë ne jemi që teksti ka qenë begi, dot, dhe shfaqet kanë qenë jo i mirë, po thjesht më sa i fuqizon pak sa teksti. Edhe tash po konsiderohet ashtu. Realisht në për teatrot e qyteteve, po nuk mundet me mbulu, se atë është publiku e verdiktin më së ndaj. Duhet kurse te drama e shkruar është e lexon edhe mbetet ashtu. Ajo drama shkruhet për skenë dhe kjo është problemi që dallon mes autorsisë regjisorit dhe autorsisë dramaturgit. Po mira, ndani mendimin e besimit që dramaturgjia jonë në kohët e fundit ka ngecë, posaçërisht ajo tranzicionit, që në gjatë mund të shtojë. Po, ka ngecën me mirë, po dramaturgjia edhe më e hershme nuk ka qenë në pak shablonike, të them, gati e si e ngjashme. Pak a shumë socialiste. Socialrealiste dhe ajo pak ndikon shumë në zhvillimin. Posaçërisht e krijuar në Shqipëri, ka pas elemente pas dramatike që janë me të fragmentizuar dramat që këto teatrot evropiane fillojnë që me anë të konceptit regjisorial i bashkangjesin ato dhe bojnë format ndryshme teatrit, sikur është nëpërmjet ritualit e lidhin fragmentet, sikur është tash për momentin qendra multimediale i bën disa tilla postdramatike ku shfaqja nuk ka fillim, zhvillim dhe mbarim dhe ato i ndërlidhin një regjisor me një koncept mirë dhe ja paraqet publikut. Është çështja e interpretimit tekstit. Por shkak se për një regjisor, konkretisht për mua, unë tentoj që teksti me qenë preteksti i shfaqjes, dhe teksti asnjëherë nuk është shfaqja, në një farë forme, është një referencë mbi cilën ti ndërtosh shfaqjen. Dhe në këtë pikë mendoj që dramaturgjia shqiptare të kish pas parasysh këtë segment, dhe mendoj që është në një fazë të një çështje e cila mungon, është bashkëpunimi regjisor dramaturg shumë i madh, meqense se mendoj që një bashkëpunim ai bashkëpunim ka një përshkrirje se vetë regjisori po bëhet dramaturg. Aty kemi një mbase di konflikt. Regjisori shpesh mendojnë që so ka dhe me shkruaj kërkosh, kështu që i çasen vet, po jo shpesh e çelloj. Mirë po konsideroj që një bashkëpunim i mirë, për shkak se përmendi pe bazë aty ku vjen katedra regjisë, teatrit dhe të filmit me katedrën e aktrimit dhe dramaturgjisë, pothuajse nuk i takojnë njëjtit fakultet. Shkputje të mërshme. Zhvillohen dimensione ndryshme, cilat dimensione nuk janë gabim, por nuk janë e njëjta shkollë. Dhe mendoj që ky zhvillim dimensione ndryshme ka prish komunikimin e ndërsjellët dhe të jetë nevojshme mes dramaturgëve, regjisorëve dhe duhet fakulteti ta ketë një produksion. Dhe mendoj që ata krijojnë opinione ndryshme mbi dramën konkretisht. Aktori krijon një opinion. Duhet ta shfrytëzoj këtë rast besim, po ti në gjatë mua më ka intriguar kohëve të fundit leximi i dramave në një teatr të Tiranës. Po, është një shembull i mirë, konsideroj që një shembull. Mendoni që afirmon kjo? Mendoj që të veçantë është një një gjë që shpesh herë është një mungesë interesi, një mungesë interesimi dramaturgëve me i plasu dramat e tyre. Ata du të më afro regjisorëve. Ai është vetëm një lexim skenik. Është një lexim skenik, po me cilin ti mundesh me absorbuja zakonisht mirë historinë me të bën përshtypje ty me marr me skenu. Do të thonë është e nevojshme që dramaturgjia shqiptare në promovim i veçantë i dramës si tekst para se shumë i mirësor, mendoj që do të më bëj praktikë edhe jo. Bëhet leximi, shkojnë regjisorët, komuniteti artistik i dëgjojnë atë dhe janë të interesuar aty lindë edhe bashkëpunimi, do të thotë. Lind bashkëpunimi për të ndërlidhur me këtë afrim. Lind edhe bashkëpunimi natyrisht, por mua që kam dëshirë të lexoj një dramë të mirë, një dramë fatkeqësisht për mos më thënë tragjike s'po ku në thënë më zbuti. Faktisht që drama s'lexohet, drama mund të lexohet. Absolutisht mund të lexohet drama. Si tekst edhe si tekst edhe si gjithçka tjetër. Po, për mos më thënë tragjike, fatkeqësisht është shumë e dhimbshme sepse mua në 2-3 vitet e fundit nuk më ka rënë në dorë një tekst që me më prek ato muzat e mia krijuese në skenë, të thonë.
hiç punës së regjisorëve cilët vërtet kanë një mision tepër të rëndësishme kur ballafaqohen me tekste kombëtare, sepse këta janë autorët e shfaqjes, natyrisht Besimi, Fatmira, tjetri, ky tjetri. Mirë po, Besimi kur e bëri Çehovin tash sfundi, unë ja urova natyrisht në fund edhe thash që pas ke filluar edhe me hyrë në fazën në fushën e shkrimit të dramaturgjisë, domethënë ishte një sprovë jashtëzakonisht e vështirë, siç e përmendi më herët, domethënë teksti i Çehovit. Ka pas aspektet e integrimit. Absolutisht, lidhja e tekstit, ajo është dramaturgji në vetë, mendoj unë. Mirë, jemi ka fundi emisionit, nuk dua ta mbyll emisionin pa ngritur një çështje që shpesh herë të shikuesi është shumë aktual, ajo që quhet mbarim i shfaqjes bashkë me premierën. Çfarë do të bëjmë ne si Teatri i Qytetit që shfaqjet tona, që po themi që janë mjaft konkurruese, jo vetëm në nivel lokal këtu, po në nivel më gjatë, të jetojnë më gjatë në teatr. Kjo mbase lidhet më shumë me punën tënde fatmirë. Absolutisht po është prapë se prapë. Unë e them, kemi provu në format ndryshme që shfaqjet të jenë sa ma të kenë një gjatësi. Mirë po, për atë shkak është nuk duhet të lihet çdo gjë në çështje morale, ose etike, ose njerëzore. Sepse fundit është një kontratë e cila ja obligon secilin që t'jetë me kohë kur ta cakton teatri reprizën që t'jenë edhe artistat aty. Ne nuk e kemi atë trup prezidente. Edhe ajo trup prezidente e gjon një projekt, edhe ti nuk mund t'i thush asgjë për shembull një artisti që po na hikin neve artistat prej Ferizajit. Thjesht ai e ka një projekt në Prishtinë të punu, edhe ti thu hajde reprizën, atje i humb shumë jetë, edhe kështu që shpesh herë se kjo është punë kolektive. Çka nëse aktorët tonë ndërkohë bën me trup prezidente të teatrave tjera. Atëherë kanë obligim patjetër. Çështë futbollistëve kanë të drejtë pastaj vinë tek. Jo, kanë të drejtë, po atje kanë një kontratë rregullt në Ferizaj dhe ajo zbatohet, pikë pare duhet ta zbatohet aty ku është i punsuar dhe normal që atëherë i ka për një vjet reprizat e garantuara, se nëse nuk i bën ato repriza, ai e ka dhe pasoja tjera ligjore. Po jemi në fund, në gjatë ke diçka të shtosh një dyqan? Të ndërlidhem me jetëgjatësinë e shfaqjes, do të me mbajtjen e jetë të shfaqjeve. Nuk është ndonjë problem i madh edhe në këtë moment çfarë është Teatri Adriana, domethënë. Nuk është problem trupa rezidente, absolutisht duhet një mirëkuptim më i mirë qysh në fillim të projektit. Aktualisht i kemi 3 shfaqje në repertuar, në llager, do të themi. Shfaqja Besimit, e Fatmirit edhe Karameli Naser Shatrollit. Pse mos të përpiqemi që me shtator të jetë në repertuar. Nëse shfaqja Besimit do të ketë 7 repriza, 7 kjo tjetër, 7 ajo tjetër do të thotë 21 reprizë, edhe krijohet një mini repertuar shumë i këndshëm, plus shfaqja e fëmijëve që do të bëhet, dhe i kemi 4 shfaqje. Mirë po, duhet paraprakisht duhet bërë disa marrëveshje të vogla edhe me pushtetin aktual, sepse është e vështirë pa një meditje minimale të gjithmonë nuk mund të vish në teatr, sepse s'pakut aktorit pretendon me jetu me ato. Po, gjithsesi. Besim, për fund? Jetëgjatësia e shfaqjeve konkretisht në qytetin tonë është e lidhur shumë edhe me shikueshmërinë. Meqense festivali teatrave është një shembull që shikueshmëria shkon në rritje e sipër kur në vazhdimsi ka aktivitetet në Teatrin Adriana. Dhe mirë po këtu përmendi në gjati që është shumë e lidhur repriza me një kostut që çdo reprizë ka një kostot vet. Dhe reprizat, sado që regjisori është interesuar me pas repriza, duhet të kuptohet që këto repriza bëhen për një buxhetit personal të regjisorit me bëu këto repriza. Më thonë, ai duhet të investoj për honorarin e tij që të ketë eventualisht një reprizë. Për shembull, sot Teatri Adriana me Çehovin udhton për Prishtinë dhe koston duhet me paguën e tyre shpenzimeve, e cila kosto nuk është shumë e vogël. Dhe kjo është shumë e lidhur me këtë fakt. Ka marrëveshje mes teatrit tonë e teatrit kombëtar? Edhe përmendi Fatmiri çështjen që këto më shumë nuk duhet të mbetet në çështje morale nëse aktori me lujt ose jo për çështje morale. Faleminderit shumë. Bën diçka veçantë për fund, po? Jo veçantë, po të ndërlidhem këtë temë, vonë. Derisa te festivali i teatrove të kthehem pak aty dhe është bën një datë, dihet një datë fikse 21-27 tetor. Domethënë edhe kjo është bën me shumë mund, se nuk ka qenë lehtë përcaktohet pikërisht për këto data, sepse ka pas aktivitete ndryshme politike, çabodim, gjithmonë probleme, mirë po është fiksuar si datë kjo, është bën fikse. Vetëm se edhe festivali duhet të institucionet për shikuese, domethënë për dashamirët e teatrit. Po, edhe tash njerëzit e dinë kur është festivali, e dinë kur ka ngjarje dhe vinë teatr me një numër shumë të madh. Po ajo që mbetet te festivali duhet të pavarësohet nga Teatri Adriana, sepse është institucion në vetë, duhet bëhet. Një, pastaj te reprizat. Gjithmonë lidhet me trupën rezidente.
Edhe çështja e reprizave, siç e tha, 3 premiera me nga 7 repriza bën 21 shfaqje. Edhe shfaqja e fëmijëve po ashtu. Do thotë ne gjatë gjithë vitit mund të kemi shfaqje në teatr. Do thotë ne organizim duhet më ndryshe, jo për një herë të punohen 3 shfaqje në teatr, edhe pastaj të rrim, mirë po që gradualisht kjo të bëhet mbase është mirë kur punohen, ku të është ajo e mirë që çdo muaj të punohen nga 3 shfaqje. Mirë po, sikur ngarkohet. Mirë, ben faleminderit, duke ju falendëruar për kontributin që dhat. Unë ju premtoj se do të kemi prap televizioni ju në studio do të jetë i hapur për çështjet e artit përgjithsisht dhe teatrit në veçantë. Shikues të nderuar, këto është fundi i emisionit tonë. Ju falenderojmë që ishit me ne. Besojmë se arritëm shumë çka të flasim për pozitën e teatrit, jo vetëm të qytetit tonë. Mirupafshim në emisionin e radhës. Ju falenderoj.